A është e vërtet hoxh për ata të cilët për arsye të ndryshme shëndetësore nuk mund të agjerojnë, por japin iftare? A është peshë e njëjtë? Jo, nuk është peshë e njëjtë. Jo, se prej të liruarve përkohësisht janë edhe ata të cilët janë të smurë. Dhe smundja i ka lodh, i ka raskapit. Ose kanë medikamente shumë dhe nuk mund t'i menaxhojnë. Po, kanë me i përdor 3 herë apo 4 herë në vitet, edhe e kanë pas ndoshta që të virusin, se keni farë virusi para Ramazanit. Shumë i rëndë, po. Edhe ka zot të dikush deri 1 muaj, 3 javë. Deri 2 muaj ka zot. Po, ndoshta Allah që ka zot. Të tillë apo të ngjajshmit me ta, që kanë smundje të rënda, ose kanë dhuna zot naj sulm në zemër. A ku e dy në çfarë sulmesh? Në Ramazan, ata lirohen përkohësisht. Deri kur t'ju kthehet shëndeti, edhe të kalohet ajo kriza. Në momentin që e kalon krizën, këtë do të me i kompensu ditët. Pra të smurët që smundja tyne nuk është e vazhdueshme, nuk është smundje kronike, lirohen përkohësisht. E ata që janë me smundje kronike? Ata që janë me smundje kronike, lirohen tërësisht. E ata që janë me smundje kronike, ata e bojnë shpagimin e agjerimit duke dhënë ushqim për nevojtarët. Edhe shumë kush po na pyet, ndoshta edhe ju kanë pyet, e sa është ajo, do me thonë shuma. Po, për një iftar. Po marrë edhe mirë me pagu është sa të e kje shujtën familje. Që ki ti, do me thonë, budget. Që ki e gjendjen ekonomike. Se diko shemull, një shujt në shtëpi e ka në vlerë 20-30 euro. Dikush nështë e ka 3 euro. Ajta që e ka 20-30 euro, e ep shujtën 20-30 euro. Ajta që e ka 10 euro, 10 euro, këtë që e ka 5 euro, 5 euro. Dhe Bashkia Islame në Republikën e Kosovës i ka nda në 3 kategori. Ata që në gjendje matron ekonomike, 3 euro, këta që në gjendje mesatare 5 euro, këta që ka në gjendje në mirë 10 euro. Po edhe matutje nuk ka gjotë keqe, për kundrazi. Ku shjep ma shumë edhe ma mirë është. Dhe këta pra të shtyrët në mosh, që mosha aty në është e shtyra, ata nuk bohen ma mirë vitin e anshëm. Po ata për kundrazi ndoshta edhe ma keq bohen, këta lirohen tërsisht, po e bojnë shpagimin, ushqim ditor për çdo ditë. Edhe ata që kanë smundje kronike, lirohen tërsisht, po e bojnë shpagimin. E tash disa po thojnë, po une po punoj punë të rana, une jemi smute pe shpaguj. Jo, ti ki me agjëru djali mirë, ose vajze mirë. Mas Ramazanit, ti ki me agjëru me emën Zotit, krejt ato ditë që të kam betë. E valla po duhen me dhonë iftar. E dhonë, valla që tash me javqit një iftar juve, bëllë se vapë, kam bëllë shpërblime kam. Po e zonë stafi ju i ka 10 vetë. Edhe në i paguj këtu iftarin për 10 vetë. E di qka është e mira. Unë e kam shpërblimin tim, edhe shpërblimin e 10 për juve, duke mos u munguar asgjë juve në shpërblimin tuaj. Se nëse dikush ta qetë një iftar edhe ta mërë se vapin shpërblimin, atëherë s'ka kurfar efekti. Jo, ti e ki shpërblimin tënë, po edhe unë e kam shpërblimin e juaj duke mos ju mungu juve asgjë në shpërblimin tuaj.